Doktor Shefqet Krasniqi, Kandila në udhëtim. Durimi. Durimi është pjesë e jetës së njeriut. Është thelbësor për të kaluar shumë sfida apo së paku për t'i përballur ato pjesërisht gjatë udhëtimit. Njerëzit flasin shumë për durimin. Musliman e jo musliman, njerëz të mirë e të këqij, të gjitha feve e shoqërive. Të gjithë në raste fatkeqësisht e këshillojnë njëri tjetrin për durim, për vetë përmbajtje. Fundja nuk kanë alternativë tjetër sepse durimi është edhe me zor. Çfarë është në të vërtetë durimi? Durimi, apo ashtu siç njihet në terminologjinë islame dhe në popull, sabri, është etikë e lartë e besimtarit. Është virtyt shumë i lartë, i cili e bën njeriu shumë të mirë, shumë të dashur, shumë të qëndrueshëm dhe të qetë para çdo vështirësie, sfide, ngarkese, obligimi, mërzie, sprove, fatkeqësie e tjerë. Ai e ngre njeriu në shkallën më të lartë në këtë dynja dhe po ashtu në gradën më të lartë në ahiret. Gjatë gjithë jetës njeriu ka nevojë për durim. Çdo gjë gjatë udhëtimit në dynja kërkon prej nesh sabër. Për të qenë njeri i mirë me prindin duhet sabër. Për të qenë njeri i mirë me vëllezër dhe motra duhet sabër. Për të qenë njeri i mirë me fëmijët e me shoqërinë duhet sabër. Për të qenë bashkëshort i mirë duhet sabër. Për të qenë shok i mirë, mik i mirë duhet sabër. Për të qenë mësues i mirë, nxënës i mirë, student i mirë, punëtor i mirë, duhet sabër. Për të arritur një karrierë të frytshme, duhet sabër. Për të fituar pasuri, duhet sabër. Pra në çdo segment të jetës duhet sabër, durim. Nevojitet ky virtyt për t'i pasur raportet e mira me të gjithë njerëzit. E njëjta gjë është edhe në raport me Zotin. Për të adhuruar atë duhet sabër. Për shembull, pa sabër nuk mund të agjërosh muajin Ramazan. Nuk mund t'i braktisësh ushqimet e mira gjatë tërë ditës. Pa sabër nuk mund të zgjohesh e të falësh sabahun çdo ditë. Në verë e dimër, në të ftohtë e të nxehtë, i lodhur dhe i çlodhur deri në vdekje. Pa sabër nuk mund të marrësh abdes në mes të dimrit. Dhe largimi nga haramet apo veprat e këqija, të cilat në fakt e tërheqin nefsin, unin e njeriut, nuk mund të arrihet pa pasur sabër. Për t'ju larguar kacafyetjeve dhe nga tresave me njerëzit që të provokojnë, të fyen e të rëndojnë, duhet sabër. Për t'ju shmangur provokimit të një vajze apo gruaje të bukur, duhet sabër. Për të refuzuar një rryshfet ku me pak mund pasurohesh, edhe pse e do nefsi, duhet sabër. Kështu me radhë edhe haramet e tjera, që të gjitha kanë nevojë për rezistencë për t'ju ikur, e kjo kërkon sabër. Gjithashtu në raste fatkeqësish, kur humb ndonjë të afërm, ndonjë të dashur, nuk mund t'i përballosh ato pa pasur sabër. Me sabër përballon çdo bela apo fatkeqësi. Jeta e besimtarit gjatë tërë udhëtimit është e ndërlidhur me sabrin. Lumë i që bën sabër. Sa më shumë bën sabër, aq më mirë i ka punët njeriu me Zotin lart në qiell dhe me njerëzit poshtë në tokë. Sabërliu i ka punët më mirë edhe me shëndetin e tij. Të gjithë mjekët, sociologët, neurologët, hoxhallarët, pedagogët e të tjerë, që të gjithë janë në konsensus se njeriu durimtar është më shumë i qetë, më stabil, më i shëndosh nga ana psiqike apo fizike, madje edhe shpirtërore. Me sabër çdo gjë e pranon dhe e tej kalon më lehtë. Njeriu është më i dashur, më i pranueshëm në shoqëri, më i suksesshëm në jetë e kështu me radhë. Me sabër tërheq ndihmën e Allahut, tërheq dashurinë e tij, faljen e mëkateve dhe shpërblimin e tij. Kjo do të thotë se frytet e sabrit vërtet janë të mëdha në dynja para se të jenë në botën tjetër, ku do të shpërblehet shumë.
shpërblimin për sabrin e di vetëm Zoti. Të durueshmëve, sabërlinjve, u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Zumer 10. Lumë ata që janë musliman dhe durimtar, dhe atë durime bëjnë për hir të Allahut duke kërkuar kënaqësinë e tij. Është transmetuar nga Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: sabri përballë imanit është sikurse koka në raport me trupin, ashtu që nëse kputet koka, trupi vdes. Pastaj ka ngritur zërin dhe ka thënë: nuk ka iman ai që nuk ka sabër. Dërsa Abdullah bin Mesudi, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë: sabri është gjysma e imanit. Me emrin e Allahut Sabërliu, vendin e ka në xhenet. Zaten pa sabër nuk ka xhenet. Allahu i lartë madhëruar ka thënë: unë sot i shpërbleva ata, për atë që ishin të durueshëm, sabërlinj, me të vërtet ata janë të shpëtuar. Muminun 111. Luma i që ka dhënë sabër, vërtet e ka nderuar shumë, siç ka ardhur në hadithin e pejgamberit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin me të. Nuk i është dhënë dikujt diçka më e mirë dhe më e gjerë se sa sabri. Allahu na dhuroft sabër, na forcoft në këtë fe, na forcoft gjatë këtij udhëtimi, na bëft të jetojmë me Allahun, me fjalën e tij, me librin e tij, me sunetin e pejgamberit të tij, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin me të. Të jetojmë ashtu si kërkohet nga ne, të qëndrueshëm e të durueshëm në këtë fe. Amin.